Gati për në Tajland, ç'kemi jam Juli. Telefonat kanë një kartë brenda, karta SIM që e fut brenda di ajo e vogla dhe merr telefon, ke internet, ke çdo gjë. Kur ikën të jashtë shtetit duhet bësh roaming dhe të hal lekët e dunjas ose skap në disa vende që ti të kesh internet. Ka dalur një shërbim që quhet eSIM dhe gati të gjithë telefonët, paktën këta që kanë dalë vitet e fundit e kanë. Që s'ka nevojë ta futesh atë kartën, këtu thjesht e zbret. Një nga ato që është kompani shqiptare dhe unë e kam personalisht, quhet Super SIM. Me këtë Super SIM s'ke nevojë ta futesh këtu, thjesht e zbret dhe ke internet në 75 vende të botës, gjitha vendet interesante, me Tajlandën, me Anglinë, me Gjermaninë, me Shqipërinë, me gjithë Ballkanin, me Amerikën, gjitha vendet që të duhen ty, ke internet në telefon. Hedhi një sy të Super SIM, në Instagram e keni supersim.al, kurse website-in e tyre e ndryshuan para 2 ditësh edhe e bën supersim.tel. Është i njëjti shërbim, por me upgrade-et e reja të supersim.tel në website. Bëfshi qejf.